Këshilli i Prokurorëve Publik ka caktuar nesër seancë për zgjedhjen e drejtuesit të përkohshëm të Prokurisë Publike Shtetërore pas dorëheqjes së Lupço Kocevskit. Kryetari i Këshillit, Bashkim Besimi, për Televizion 21 konfirmoi se pasdite ka marrë shkresën nga kuvendi dhe se procedurat për këtë tashmë janë duke u zhvilluar. Do të fillojnë procedurat sapo na ka ardhur edhe letra. Tani në kolegium do të caktojmë seancën dhe do të zgjedhim drejtues të përkohshëm të Prokurisë Publike Shtetërore. Rreth procedurës për zgjedhjen e kryeprokurorit të ri, qeveria së pari duhet të dorëzojë te kuvendi propozim vendimin për shpalljen e konkursit dhe afati për aplikim të kandidatëve është 15 ditë. Këshilli i Prokurorëve Publik duhet të japë mendim për kandidatët. Përveç kushteve të përgjithshme për zgjedhje, parashikohen edhe kushte të veçanta, dhe ato janë që personi të ketë të paktën 10 vjet përvojë si prokuror publik ose gjyqtar në të drejtën penale. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut me propozim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall emërimin e prokurorit në gazetën zyrtare dhe në 2 gazeta ditore, jo më vonë se 2 muaj para skadimit të mandatit ose menjëherë pas lëvizjes së vendit të punës. Afati për dorëzimin e aplikimeve është 15 ditë nga dita e shpalljes në gazetën zyrtare. Këshilli i Prokurorëve Publik, sipas kërkesës së qeverisë, brenda 15 ditëve nga dita e pranimit të kërkesës, dorëzon mendim të arsyetuar pozitiv ose negativ në formë të shkruar për të gjithë kandidatët e aplikuar. Qeveria i dorëzon kuvendit propozim për emërimin e prokurorit. Si paraardhës i mundshëm i Kocevskit, në opinion përmenden disa emra, e ato janë Jovo Cvetanovski, Zlatko Bikovski, Anita Topalovska-Isailovska dhe Vladimir Miloševski.